çun simpatik me zërin unik. Është ky Alker Cala. Një histori dyrore ti. Zume intervistoj atë dhe kjo storje nis pikërisht me pjesëmarrjen e tij në edicionin e si vjetëm të këngës magjike me plumbat. Plumbat që ti mi ke dhënë. E kam qef pjesën e festivaleve dhe nuk e që se kisha bërë një periudhë diku te 5 vjeçare munges, thash që do ishte mirë të bëja një rikthim sepse materiali që kisha përgatitur ishte goxha i mirë për të qenë pjesë e një kompeticioni siç është kënga magjike. Çka po flatë dhe fakt në shtatë front dhe finalja, po flatë një shmet, si shumica e kolegëve? Tani shmet i kanë qef të gjithë, por kam qef të jem edhe pak me këmbë në tokë, thjesht pres që kënga të vlerësohet dhe t'i jap më të mirën dhe ta shijoj si proces. Një këngëtar si Algerdi recetë të suksesit konsideron originalitetin dhe tenton që në çdo projekt të jetë vetvetja, paçka që dhe komercializmi në këtë kohë po e bën të vetën. Ai thekson që është një treg i madh, i vështirë dhe ka të nevojshme ta bëjë diferencën. Mungojnë eventet, festivalet të ndryshëm ku të ketë sa më shumë prurje dhe organizime. Kështu që nëse do kishte variacione të tilla, ndoshta do ishte edhe mënyrë më e mirë dhe opsionale për të shprehur sa më mirë. Cala pohon faktin që nga viti në vit është dashur të përshtatet dhe përpiqet tejmase që të sjellë risi. Por nëse flasim për vetë financimin, sa është e vështirë kjo metodë? Oferta kam pas, por që mendoj që labelat të kufizojnë procesin e krijimit. Domethënë, ti mund të bësh 20 demo dhe ndërto mund të zgjidhen 2-3 që ata mund të pëlqejnë, por ty të pëlqejnë këngë të tjera nga ato që ke krijuar. Kështu që zgjodha luksin për t'i ofruar vetes lirshmërinë që të nxjerr ato që unë dua dhe pëlqej, në mënyrë që Algerti të jetë 100% Algerti në fund të ditës. Mysafiri sonte po tregot shumë djalë i mirë, në Zoom do ta sfidoj me blic pyetja. Projekte pa gjumë ka sa duash. Këto që do vinë së shpejti. Kurse peng projektesh nuk është se kam, thjesht di që po punoj për t'i sjellë siç duhet. Okej, po ta them që ta kesh ekskluziv. Së shpejti do kemi një album, se kur nuk ta them dot, por që po punohet, është proces puna. Sa kanë të vjetë? Shkon sa të mjaftojnë për sezonin që po vjen. 8 vjetë, 12 vjetë. 12. Tani, ajo është investim. Normalisht që gjithë që investojmë domë që të kthehet pas, po muzika nuk është asnjëherë matematik. Që të thuash investova kaq dhe më kthehet kaq. Urojmë të kthehet. Sepse duhet kohë që ti përkushtohesh edhe një personi. Unë jam 24 në 24 punë, kështu që nuk do ishte drejt që të kisha dikë në krah dhe të mos i përkushtohesha, mos t'i jepja vëmendje, dashuri dhe të krijoheshin pastaj ato tërmbetjet që pse s'më kushton vëmendje. A do dëshiroje një personazh ta kesh partnere që është fytyrë publike apo jo? Pse jo, nëse do ngjiste energjia, do kishin ndjenja, s'ka asnjë problem. Dedikime, sigurisht që deri diku janë dedikime, por jo 100%. Përpiqem t'i kamufloj pak pjesën e tekstit dhe ta risjell pak më simple për dëgjuesit dhe sadopak dhe ata ta gjejnë veten. Kështu që ka çik dedikim ka. Mund të themi që 2024 ka qenë një ndër vitet më të artë për mua, pasi kam nxjerrë shumë projekte, klipe dhe uroj që 2025 të sjelli ndoshta pak më shumë dhe pak më mirë se sa.